super mirësardhe Bleros. Blero, përshëndetje knatësimet pas Kosova Today. Ej, brudi, që kemi? U dasht me pas një këmish dhe u dasht me konë këtë në studio me ta shky, po këke majicë dhe këke jashtë dhe krejt. Ke mujta ditë në futbol këllu të bashkë? Ja, ditë ko mujtë me ta marrë dresën dhe me rujdikon, jo me ta shky. Dhe në anën tjetër e kemi mikën e emisionit ton, Egzona Shigjeshin nga Telegrafi, kolegja jonë. Egzon, përshëndetje knatësimet pas Kosova Today. Me që në Egzona jena dëtë gazetare, kena rastin të dëtë base pytjet e para mja drejtu Bleros. Blero, urime të boft kërënar gjithë jetën ty dhe bashkëshortën edhe u trashëgofshi. U trashëgoftë dhe ju boft gjyshe. Urimet për i bashkën ditën në dhonë krone, kështu që mas të jemi të njëtën pozit. Pa tjetër. Blero. Falenderit krone dhe falenderit për urimet. Isha në bën krenar neve, isha në bën krenar komin shqiptar, si dijet. Nuk i dijet, të e marë parasysh se Blero është një fan si futbolit, sigurisht se ka po djallë, ka thonë, kjo futbolist bot. Privatisht, kroni, këmë ta që një video dhe kime ke shumë. Okej, e presa atë video. Blero, tash normal që gjithë është një farë pytje që bujna nga gazetarë, po dorën zemër, nuk mund është mi i kësisoj pytje. A kënë do një emocion ma ndryshë, nuk është tjera raport që bu është prind, Blero. Ka lëzëm qysh univa, qka kënë një detaj që tra për shtypje prej ditës, në base në ashtë edhe s'ka pas të bëj hiq me djallin, po diçka kështu që të metë në kujtim prej datës. Realisht djalli ka lindë 2 javë më herët, para kohë, edhe se këna prit heshën. Fakt, unë jam konë rrugës, të shkun, jam konë kërë, të shku rrugës për Sarajev, kur më ka thirë Nita në telefon, më ka thonë më përshkoj në spital, se ajo ka dasht me lindë në Sarajev, se i ka dhe prenda atje. Po. Edhe unë jam konë rrugës të shku, e ma i men rrugës se më konë më zga bufësha në kufi, në kufit Kosovës, rrugës për Novi Pazar, kur më ka thirë babi i Nitës në telefon, më ka thonë urime u bone prind, për dytën herë, të një djallit shëndosh, dhe dhe më thonë kur sa arrej ku jem konë masaksisht, por me të vërtet gjithë prindë din që është emocioni veçantë, pavarësisht njëri sa fëmijë ka, gjithmonë është e veçantë, është bekim për i Zotit, kështu që e ma i men që jem konë në kërë kërë më lajmin. Kërë kërë këtë dojnë lajmin. Okej, edhe një pytje, sepse kena me të bu pytje, më premton që këmë orë në studio kena me full për që qështje, tash po ta bëj veç edhe një pytje para se me të liru Blero. Nëse s'ka dhe Egzona në një pytje, qysh ja le emrin? E këto mirës që kena popën du këtë dhe emrin, se ka zbulu. Po tash nashta na zbulon, nashta pak me të njofshëm, nashta edhe s'na zbulon, varet prej Bleros. I ka 2 emra. Njonin kallëzoma. Kam problem, se kom premtu Nitën që ajo e ka ekskluzive këtë pjesë, sigurisht të respektoj shumë. E me bo me ta të reguën e emrin Blero? Nëse ti ma të reguën emrin, unë të thomë është dhe sështë. Unë e po ta të regoj një pjesë të emrit, dhe të kallëzona pjesën tjetër. Hajde? Mirë, atër, kjo fëmijë ka në bjemrin Muarremi. Kallëzoma emrin Blero. Muarremi 100%, po është dhe vërtet në bjemrin. Mirë. Blero, i kena dhe pak minuta, besoj me ty kena më po në studio, kur do që ki ko kena me full për si të qështje, po kom dëshirë me të falenderu shumë, me të ru shumë sukses dhe lumëturisë bashku me familjen dhe fëmijët. Falenderit gjithë juve në Klan Kosovë, gjithë shikuesve ku do qeni, përshëndes shumë, dhe falenderit gjithë për urimet, jemi të bekum, ja uroj çdo njeri të jetoj momentin të qenë me pas fëmijë, edhe me vërtet është dhuratë e Zotit. Faleminderit shumë Blero, e përshëndesim një prej baballarëve më të rinë vend, edhe kthehem flasim pak me kolegën time gazetare Egzona. Egzona, po kalojna me një herë tek Jonida Maliqi. Tregon pak më shumë për çet lidhje. Jem pa me një fotos bashku me Alesion, po çka realisht i dallon këta? Ti tregojmë edhe atyne që nuk e din sakt. Tane Jonida Maliqi dhe Alessio Alia pra njihen prej shumë vitesh, nuk është na i risi që ata jenë po ata është sfundme, po ata njihen prej shumë vitesh, edhe Alessio kur ka qenë Big Brother i është lëshu një këngë e Jonitës dhe prej aty e ka bën një deklarat edhe që është marrë jashtë se mund të ketë diçka mes tyre, të njëjtit pra siç dihet nëpër media që aludohet prej shumë kohë që ata kanë qenë bashkë,
janë publikuar pra dhe disa fotografi të tyre të vjetra dhe më duket se momentalisht është bën një rikthem i tyre me këto pra fotografi të fundit që shka edhe në festën pas ferma web dhe në një udhëtim më duket që kam bërë ata para pak javësh. Dhe këto që menoj që ndoshta edhe janë veç aludime, po edhe ndoshta mund të ketë diçka më shumë mes tyre, sepse edhe në një intervistë Alesios la të kuptohet që ka diçka më shumë realisht mes ti dhe mes Jonidës. Po pse jenë kurioz populli për këtë dysha? Më duket e ka një diferencë në moshë nëse s'ka bëj. Nuk po besoj që ka një diferencë të madhe në moshë, po normalisht sikur se pra paraqitet edhe në media këto fotografit, kopja e duarve me njëri tjetrën, normalisht që çojnë me aludu që janë më shumë se sa miq, dhe këto kanë qenë ndoshta disa veprime të tyre që kanë lënë të aludohet, po në anën tjetër Alesio ka deklaruar që ata janë edhe është si një lloj menaxheri i Jonidës, dhe se kanë edhe një këngë bashkë ku Alesio është në klip dhe pikërisht atë këngë e kishin punuar së bashku. Që ndoshta i lidhet edhe ana profesionale dhe kjo ana tjetër që mund të ketë diçka mes tyre. Po Sara Hoxha dhe Rik Fullani, a janë bashku, a veç e kanë hedhur një fotografi, apo na po menojnë që janë bashku, apo cila është e vërteta? Unë po mendoj që ata nuk janë ndohet fillimisht, sepse vitin e kaluar kanë qenë vazhdimisht në vëmendje pra në media, në rrjetet sociale, për pushimet e tyre në jug, për pushimet e tyre në vende të tjera, kështu që mendoj që ndoshta kjo ka qenë pak a shumë për me tërheq një lloj vëmendje, sepse normalisht që nëse ka raste të tilla komentohen, përfliten nëpër media, jo e ka bërë follow, jo janë hequr nga follow-i njëri tjetrit, kështu që mendoj që ata realisht nuk kanë qenë të ndarë, po është një lloj triki, siç bëjnë edhe shumë prej personazheve publik tjerë, kështu në estradë, siç dihet. E qartë Exon, shumë faleminderit, paska kohë që s'kena bisedu bashkë të pres një prej ditëve me ardhmë në bashkangjitë këtu në studio. Prej telegrafit në këta në Kosovë, hajde në ditë. Faleminderit, kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi me bisedu edhe me mikën dhe kolegën tonë Exona Shigjeshi këtu, edhe afrohemi tek fundi emisionit tonë, mos harroni të gjitha materialet tona i gjeni në Facebook.